Ne shohim sot për sot një qarje brenda familjes transatlantike. Pra kemi nga një anë Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe nga ana tjetër Europën apo Bashkimin Evropian, dhe një Europë e cila përgjithsisht i ka munguar kohezioni dhe vazhdon të ketë një lloj mungese kohezioni nëpër pika kritike. Deri dje Europa ishte mësuar me idenë që Shtetet e Bashkuara të Amerikës do të mendonin për sigurinë e saj, ndërkohë që Shteti Mirëqenies do duhej të vazhdonte siç ishte programuar që nga pas përfundimit të luftës së dytë botërore. Sot për sot pra ne kemi një qarje në raportet transatlantike, çka i vendos edhe vendet vogla si Shqipëria dhe vendet që kanë kursin e qartë dhe vokacionin e qartë transatlantik, si puna e Shqipërisë, në një pozitë delikate, sepse në disa raste të caktuara është si me zgjedh mes babës dhe nënës. Dhe ky është mësimi i parë për vendet vogla, cilat në këtë lloj situate duhet të jenë të kujdesshme, duhet ta shtrinë këmbën sa i kanë jorganin dhe duhet evitojnë një kurs që i çon edhe ato në një pozitë vështirë dhe në një pozitë përplasje. Është shumë e vërtetë që Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Europa përbëjnë rreth 3/5 të produktit brendshëm bruto të botës, po nga pikpamja e popullsisë dhe nga pikpamja e gjeografisë janë të papërfillshëm krahasuar me fuqi tjera, siç është rasti i Kinës, kemi Rusinë, e cila nuk është më Rusia viteve 2000, kur ndodhi dhe zgjerimi i madh i NATO-s, apo fuqi në rritje, siç është rasti i Indisë, dhe fuqi tjera të mesme, të cilat në një mënyrë një tjetër luajnë atë rolin e balancuesit dhe rolin e peshores. Pra nëse do shohim hartën e madhe të botës, do shohim që kemi nga një anë atë që quhet perëndimi global, me në krye Shtetet e Bashkuara të Amerikës, nga ana tjetër lindja globale, ku Rusia ka një peshë, po Kina një peshë edhe më të madhe se Rusia, dhe jugu global, i cili duket që do të përcaktojë edhe dinamikën e kësaj peshore, se nga do ta nojë nga perëndimi apo do ta nojë nga lindja. Nuk është shumë e vërtetë të themi që gjithçka filloi me Trumpin. Pra, përplasje ka pas gjithmonë si brenda një familje të madhe. Sikundër, është gjithashtu i vërtet fakti që një lloj zhvendosje amerikane nga Europa drejt Indo-paqësorit ka filluar që me presidentin Obama. Sot Europa nuk është prioriteti numër 1 i Shtetet e Bashkuara të Amerikës, qoftë në planin strategjik, ashtu edhe në planin politik. Sa më shumë tu thosh në brenda territorit amerikan, e kupton që hemisfera perëndimore me drejt është prioriteti numër 1 i Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Të thuash që kjo gjë nisi me Trumpin, mendoj që është e pasakt. Paktën ky është opinioni im. Po Trumpi ka meritën që e përshpejtoi, si më thënë, këtë lloj ndarje apo këtë lloj divorci të butë mes SBA-ve dhe Europës. Europa ka një sfidë madhe në gjykimin tim. Ideologjikisht duket që është një betejë me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Së dyti, përveç se është një betejë ideologjike me Amerikën, Europa është në vështirësi sepse është në luftë me Rusinë. Dhe ne kemi hyrë në vitin e 5 të luftës me Rusinë. Pasojat e kësaj lufte, qoftë në planin njerëzor, qoftë për sa i përket zinxhirëve të prodhimit, ndjehen shumë më shumë në Europë se gjithkund tjetër. Streti, ndërhyrja amerikane tani në Iran dhe përshkallëzimi i konfliktit në lindjet mesme, pasojat ku do ndihen në gjeografinë më të afërt që është gjithashtu Europa. Dhe sfundi Europa ka një vështirësi tjetër sepse është përballë një agresioni ekonomik, do të thoja unë, dhe ndërkohë që Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Kina kanë avancuar shumë në planin teknologjik, Europa për shkak të sistemit komplikuar institucional që ka, hallkave dhe raportit mes qeverisës suprakombëtare apo mbikomtare që është Brukseli, po themi Komisioni Evropian, Parlamenti Evropian, dhe vendimarrjes nëpër kryeqytetet e saj, ka një vështirësi në reagim, ajo që dikur thoshte Henry Kissinger, më jepni numrin e ministrit jashtëm të Europës që të flas me të. Relevanca e projektit evropian për mua
ka të bëjë me aftësinë e Europës për të pranuar realitetin e ri transatlantik. Europa duhet dhe po shpenzon më shumë për kapacitetin e saj mbrojtës. Duke shpenzuar më shumë për kapacitetin e saj mbrojtës, këto para do të merren nga element që kanë të bëjnë me mirëqenien sociale, që është një element thelbësor për mënyrën se si funksionojnë shoqëritë, sidomos në Europën perëndimore. I duhet padyshim një tranzicion për të krijuar, le të themi, atë shëndoshjen e plotë saj. Ky tranzicion nuk do të realizohet dot në gjykimin tim, dhe do të ishte e gabueshme të flitet për autonomi strategjike të Europës për sa i përket inteligjencës. Një. Së-dyti, mbrojtjes nukleare apo ombrellës nukleare, dhe së-treti, teknologjisë dhe inteligjencës artificiale. Europa është shumë mbrapa nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe ka të domosdoshme bashkëpunimin dhe mbrojtjen nga kjo e fundit. Tani duket që rendi ndërkombëtar po drejtohet për nga fuqia. Pra, praktikisht leximi im për shembull për situatën lindjet mesme është që Irani është në situatën, regjimi atje satanik, kriminal, çfarë doni ta quajmë, është në pikën e vet më dobët, tulet. Ky është momenti i forcës. E njëjta gjë për shembull po të shohim u demonstrua edhe në Venezuelë. Pra, operacioni nga pikpamja ushtarake, policore, shërbime inteligjente ishte notën 10. Po ishte një lloj demonstrimi force, pra nuk ishte as ndryshim regjimi, sepse numri 2 Delcy Rodriguez që ka punu edhe me Chavezin, pra është revolucionare etj, dhe ka qenë dora hekur të revolucionit, sot është në drejtim të Venezuelës. Pra, ky është i rënd me pak fjalë që drejtohet nga fuqia, pra kush është më i forti. Tani frikat këtu ekzistojnë dhe duke qenë se ne vend i vogël, frika e parë për shembull mund të jetë që çfarë ndodh nëse larg qoftë Putini vendos me godit drejte në Kiev tek pallati presidencial. Çfarë ndodh nëse larg qoftë Kina vendos për me rimarr Tajvanin. Dhe çfarë ndodh nëse atë që tha Mariani, nëse Putini vendos me marshu përtej dhe mu fut në territorin e NATO-s. Kjo natyrisht do të kishte një rreshtim të forcave, të gjykimit politik dhe të raporteve të ndryshme që duhen mu përcaktu brenda vet alatëve. Kjo është një nga kritikat më të mëdha që bëhet edhe sot për sot, që cili do jetë rrezatimi dhe projektimi amerikan, po nga pikpamja ushtarake shihet qartë dhe nga pikpamja e sigurisë që askush se konkuron dot SBA-t, se çfarë ndodh do varet shumë nga zgjedhjet që janë në nëntor. Ka një polarizim të madh për hir të vërtetës, luftës në Iran. Unë kam përshtypjen që u përpoqja me sqaru pak. Dy janë efektet anësore më të mëdha. Një elementi që njerëzor dhe pasojat e cilit pra mund të shkaktojnë valë të reja migratore në Europë, dhe dihet që pjesë e këtyre rrugëve të valëve migratore mund të jetë edhe Shqipëria. Dhe dy është elementet që kanë bëjnë me rritjen e mundshme të çmimit naftës si pasojë e bllokimeve apo e luftrave taktike që mund bëhen në ngushticën e Hormuzit. Ne kemi pas një politikë në Shqipëri e cila për hir të vërtetës ka qenë bipartizane për sa i përket strehimit megëve. Ka filluar me qeverinë Berisha, është thelluar me qeverinë Rama, është bërë brenda disa kornizave ku është përfshirë në NCR-ja dhe agjencitë e tjera të OKB-s. Dhe shpresoj shumë që të qëndrojë e tillë, domethënë, dhe asnjë element kolateral mos ketë lidhje me Shqipërinë. Sidomos Shqipëria dhe Serbia për fat keq nuk e kanë kaluar ende testin e mënyrës bazike. Dhe mënyra bazike për mua është zgjedhjet dhe sundimi së drejtës. Dhe më vjen keq të them që hera fundit që kemi bërë kompromis politik në Shqipëri është 2002-shit i nanos me Berishën, që prodhoi presidentin e vetëm konsensual që ka pas Shqipëria në 35 vjet histori. Që çam bëri mu përshtypje dje apo par dje, që kishte mbledh kryeministrin, miq, koleg të mi,
në orar të punës drejtuesit politik Tiranës, ku aty ishin një pjesë të mirë të drejtorëve të institucioneve të shtetit, duke hyrë tek selia partisë në orar zyrtar të punës. Pra treguesi qartë që s'ka si lloj vije ndarse mes shtetit dhe pushtetit. Ndërkohë që drejtori është aty për të shërbyer gjatë 8 orarësh të punës të paktën socialistit, demokratit, zogristit, ballistit, dreqit etj. Mas atij 8 orësh mund të bëj çfarë doj dhe mund të bëj çfarë do lloj aktiviteti politik se nuk ja ndalon askush. Kthehemi tek instinktet dhe tek impulset e nënshtrimit kundërshtarit e çumjes me shpatulla për murit dhe lojës me shumatorit zero. Dhe kjo është gjëja që ne nuk na krijon mundësi për ta zhvilluar siç duhet potencialin ton edhe në raport me tjerët në rajon apo edhe nga pikpamja ndërkombëtare. Dhe kjo ndoshta është edhe arsye që numërojmë ziafetet, i them unë, pra është politika ziafeteve, po bëjmë të summitin këtu, po bëjmë atë atje. 5 vjet e 4 muaj kam qenë ministër i jashtëm, kam hyrë për 3 çarekun e Europës, e s'din sa vende të botës, takime, dil, drek, hotel, njërin tjetrën, aq shumë të mësohet syri dhe s'bën asnjë lloj gjë më përshtypje, sa që në fund nuk matet as suksesin politik të jashtëm me sa ziafetet i organizon. Po matet me sa iniciativa ti propozon dhe çka këto lloj iniciativash sjellin për ekonominë tënde, për sigurinë tënde, për vendin tënd e kështu me radhë. Si ka mundësi që gjithë këto vende që janë, duke filluar nga Polonia, vendet e Vishegradit, vendet baltike, ka 2 element që unë ende i shoh si pengesë të madhe në Shqipëri dhe në Serbi. Pra për fat keq është Shqipëri dhe Serbi. Në përgjithë ato vendet qeveritë vështirë kanë pas për të marrë mandat dytë, se zakonisht kur ti bën reforma dhe reformat do jenë disidhimshme, pra do krijosh pakënaqësi. Ndërkohë që po të shohësh qoftë Shqipëri, qoftë Serbi, në Serbi vazhdon të jetë në dominim klasa politike që është produkt i luftës, pra duam apo s'duam ne, Vučići është epitoma e luftës, natyrisht nuk është Miloševići, po ishte bedeli Miloševićit në luftë, dhe në Shqipëri, për fat keq, ne kemi në drejtim të shtetit ende njerëz të cilët e kanë filluar politikën në 90-ën. Pra ne nuk e kemi arrit për ta bë këtë rotacionin apo këtë ndryshimin apo për të hedhë të hapin e madh që duhet me hedh. Ka një mendësi që me vazhdu në një pozicion të caktuar, që është pak ndryshe nga bota perëndimore për të shkuar te iniciativa. E para pse bëhet kjo iniciativë, unë realisht nuk e di, po mendoj që ideja është e paqartë, sepse nëse flasim për zonën ekonomike europiane, ajo është një zonë ku është Norvegjia, Norvegjia, Islanda dhe Liechtensteini. Pra ata kanë regjimin e zonës ekonomike europiane me Bashkimin Evropian. Po ata janë të 3 vende shumë të zhvilluara nga pikpamja politike dhe ekonomike që BE-ja i lut që ta ndërsohen. Dhe Bashkimi Evropian nuk jep asnjë centim, asnjë para për këto vende. Unë e di që studentët dhjetorit dhe gjithë partitë politike, përfshirë dhe partinë time, kanë dalë me tezën Shqipëria duhet të jetë në BE. BE-ja nuk është më ashtu siç e them me drejt, thjesht një treg. Po është më shumë se sa një treg. Pra që është një mënyrë jetese, është një mentalitet i caktuar, është një projekt i cili bazohet mbi kulturën e kompromisit. Dhe për sa kohë nëse kemi kulturën e kompromisit këtu brenda, unë nuk e di se si do ta zhvillojmë një tavolinë me 27 apo 28 apo 29 apo 30 shtete ku secili me drejt kujdeset për interesin e tij kombëtar. Është edhe ideja që për tu antarësuar Schengen, po ne gjithë e dim, ju deshën 12 vjet Kroacisë mas antarësimit në BE, edhe ja 15-17 vjet Bullgarisë dhe Rumanisë nga antarësimi në BE, për të futur në zonën Schengen. Se për të futur në zonën Schengen duhet ta kesh policinë 100% të pastër nga pikpamja e penetrimit të elementëve kriminal. Duhet kesh institucionet e shtetit, drejtësinë, duhet ta kesh një situatë shumë kompatibël, sepse Schengeni është një labirint me jashtëzakonisht të drejta dhe detyrime. Dhe kjo tani ngatrohet me idenë e antarësimit pa drejta. Dhe këtu gabimisht vëmendja është fokusuar për mua gabimisht tek çështja e vetos. Veton po e përdor më shumë vitet e fundit Hungaria.
Po vetoja është për mua rezultati i faktit që brenda Hungarisë jeta politike është e përqendruar në duart e një personi. Pra, ne duhet merrem me modelin politik. Nuk ka asnjë problem Bashkimi Evropian për të pranuar Shqipërinë apo Serbinë. Ne jemi vend antar i NATO-s, unë ja thash, në NATO bo me dashi shtet, vendos vetën, s'ka vendimarrje. Pse s'ka probleme në NATO? Ka shtete si Joni, ka shtete si Islanda që s'ka ushtri hiç, po është në nëmbrellën e sigurisë së Shtetit Bashkuar të Amerikës. Pra, vetoja nuk është një argument. Do të jetë vetë interesuar bëja për të thënë ejani. Por modeli ynë ne mund t'ia themi njëri tjetrit, unë këtu po e them publikisht përderisa ka dhe kamera, nuk është i përputhshëm as modeli ynë, as modeli i Serbisë, nuk është i përputhshëm me konceptin apo me modelin mbizotrues në Bashkimin Evropian. Natyrisht ka përjashtime sa dush edhe brenda BE-s. Nuk është zgjidhja tek rasti i Shqipërisë ndryshimi i sistemit. Tek rasti i Shqipërisë, problemi kryesor në radh parë është garantimi i fushës lojës. Dhe kapaciteti dhe aftësia dhe gatishmëria, çfarë doni ju të them, për me pranu humbjen e pushtetit. Në për shoqëri që s'kan tradita demokratike, përgjithsisht ndryshimi apo rotacioni vjen më shumë nga gatishmëria e udhëheqjes, e udhëhecit për të pranuar humbjen e pushtetit, sesa drejt për drejt tek vota e qytetarëve. Ne na duhet për me nda administratën e shtetit nga partia. Kjo është muzikë për veshët, në kushtet që jemi ne. Ne kemi problem themelor financimin e jetës publike, jetës politike. Ne mund bëjmë sistemin zgjedhor më të mirë, më të përfaqësues, po ne na duhet për me garantu një herë për gjithmonë rregullat e lojës. Ne na duhet me nda mendjen nëse dona me i bë këto punë apo jo. Më thoshte i mik koleg grek që s'di sa vite tha na shkojta që i vidhnin votat dhe përdornin administratën kundër njëri tjetrit. Dhe disa vite mas i unë të staj ndam mendjen që donim edhe më u fut në BE dhe përcaktuam që do ta ndajmë mendjen do ta bëjmë. Pra, ne nuk e kena nda ende mendjen. Nga momenti që ne do ta ndajmë mendjen për ta bërë këtë gjë, ne na duhen këto elemente. Ti duhet ta dish se për kë po voton, dhe ata për cilët ti ke votu, normalisht duhet të kenë frikë ty. Pra ne ende s'kemi shku në sistemin ku politikani ka frikë popullin. Vazhdojmë të jemi në situatën ku populli ka frikë politikanin. Unë kam bërë një vit shkollë në Greqi dhe çdo muaj, domethënë Athina digje nga protestat e studentëve të Politeknikut dhe çaj ishte në përkujtim të revoltave të tyre gjatë juntës greke. Kishte raste dhe nuk po bëj thirrje absolutisht për jakobinizëm, kishte raste që e tërhiqnin zvarr në kuptimin figurativ të fjalës politikanin apo shtetarin nëse mendonin që kishte abuzu me detyrën. Kjo reformë administrative për mua nuk do të thot asgjë, a do jetë nga 60 ca bashki në 36 apo në 150. Për mua duhet mu respektu ky lloj raporti. Sepse unë jam i bindur që i zgjedhuri vendor e di shumë mirë në rast se në qytet ka më pak nxënës që regjistrohen apo ka më shumë nxënës që regjistrohen. Nëse në fshat ka më shumë apo më pak nxënës. Dhe cili është raporti harmonik me zonave ndryshme, mes qendrës dhe mes periferisë. Dhe i zgjedhuri vendor ka mundësi për me furnizu me informacion politik bërësin dhe vendimarrësin në krye të punëve të vendit. Dhe është shumë e rëndësishme që më pas debati mu fokusu për këto tema. Dhe debati për mu kryesor që mund të kemi ne si shoqëri sot, në gjykimin tim është debati për arsimin. Ne kemi problem shumë të madh, kemi sfidë shumë të madhe me atë që unë e kam qujtë ne kemi gjakderdhje njerëzore, duhet ta pranojmë. Kjo është pjesa konstatuese. Është edhe më keq kur mohohet dhe kur bëhet sikur nuk ekziston si problem. Ekziston që kemë atë, se flet me biznese ekziston, flet me shkolla ekziston, flet me njerëz që punojnë në qeveri dhe në administratë dhe ndjejnë këtë gjë. Atëherë ç'a duhet më bëhet? Cilat janë politikat parashikuese në 15, 15, 20? Ç'a na ndodh ne? Dolëm nga krimet e tmerrshme të Serbisë në Kosovë, nuk ngritëm
i këndum, bërtitëm fort, rahëm gjoksin, tham Shqiponja, o sa mirë me qenë shqiptar, shkum stadium, i tham Serbi, motrën, Serbi, motrën, ja bëm edhe motrën e gjitha, nuk ngritëm asnjë institucion për krimet e luftës, asnjë institucion për krimet e luftës, nuk e dokumentuam në asnjë kancelari ndërkombëtare se çka kishte ndodhur dhe çka ka ndodhur. Nuk ju kthyem asnjëherë memorjes kolektive për ta mbajtur gjallë memorien kolektive me çka kishte ndodhur atje, pa lut fare rolin e viktimës, po thjesht për me dokumentu gjërat që kanë ndodhur. Edhe atë pak gjë që është bërë atje ka bërë qendra për studime humanitare e një serbe. Domethënë për çka ka ndodhur atje. Dhe tani gjendemi përballë një situate në Hag, ku duket që historia do kthehet kokë mbrapsh dhe ka i garë, liria ka emër me ato bluzat, bëhen ato mitingjet, bëhen ato diskutimet patriotike dhe në fakt asgjë nuk stivohet as për memorien tonë si popull dhe as për kauzat tona në raport me tjerët. Pa dash për të thënë që ne duhet jemi hakmarrës, po thjesht për ta dokumentuar se çfarë ka ndodhur. Dhe dhash Zoti që nuk dënohen ata njerëz atje, sidomos për ata akuzë që kanë, dhe në fund vendosen shenja barazie mes agresorit dhe viktimës. Dhe ti s'ke asnjë lloj loje dhe asnjë lloj aktivizmi dhe asnjë lloj pune në këtë proces. Kjo është gjëja për mua që ne duhet ta korrigjojmë. Domethënë ne kemi nevojë dramatike për ta korrigjuar këtë gjë. Krahas folklorit e këtyre këngëve, ço ti e hajde ti e bjeri ti, domethënë që janë gjithashtu të rëndësishme sepse njeriu ka nevojë edhe për këtë element. Po kjo është gjë shumë e rëndësishme. Shkojmë Këshill të Evropës, marrë fjalim, i themi idiot prokurorit, shkojmë Këshill të Sigurimit, i themi ambasadorit rus, i tregojmë vendin etj, dhe kur vjen puna, bëhemi më katolik se papa, dhe kur vjen puna ne nuk kemi asnjë lloj strategjie mrapa dhe asnjë lloj procesi për ta kthyer këtë në një strategji kombëtare. Dhe në momentin që ne do fillojmë ta masim punën e secilit prej nesh mbi këto parametra, ta garantoj që s'ka për të ardhur dot nevoja për të bërë pyetjen që pse njerëz cilët i kanë konsumuar gjitha mundësitë që kanë pas për t'i konsumuar, tentojnë prap, sepse do krijohet një regjim tjetër epistemik që bazohet tek dija, që bazohet tek fakti, që bazohet tek llogaridhënia, që personi apo personat s'kan për të guxuar për ta bërë këtë gjë.